Jo, Partia realisht në kushtet që flasim është e vërtet ajo çfarë thoni ju, po shfaq shenja bunkerizimit të saj. Arsyet janë disa prej tyre, por më shumë se sa frike Sali Berishës për tu përballë në garë, unë mendoj që është frike prapavijes së Sali Berishës, e atyre njerëzve që kanë ndërtuar karrierën e tyre mbi vlera artificiale, që janë imponuar karrierat politike. Dhe këta njerëz e shohin të pamundur ardhjen e një vizioni tjetër. Ata duan të kenë Sali Berishën sepse Sali Berisha është garant i pozicioneve dhe i karrigeve tyre që kanë PD. Për të vetën arsye, sepse kriza ekzistenciale e Sali Berishës, të cilët e kanë krijuar ndërkombëtarët duke mos e njohur si realitet politik, ju garanton atyre pozicionet që kanë në parti. Por jo vetëm këta. Këta persona nuk mjaftohen vetëm me pozicionet që kanë brenda Partisë Demokratike, që kanë krijuar këtë kënaqë të madhe ku ascensori i vlerave nuk funksionon, është bllokuar në katin 0. Por e konsiderojnë Partinë Demokratike edhe si një mburoj për interesat të tyre ekonomike dhe familjare. Dhe në thelb Partia Demokratike po merr një përfiturim, një pamje, po krijon një krijesë ku shndërrohet dhe është shndërruar në një forcë politike klanore, që i shërben një grupi shumë të vogël individësh që kriterin elementar dallues kanë servilizmin dhe përputhshmërinë me gjithçka që nuk funksionon në Partinë Demokratike. Ju e shihni nivelin e rebelizmit që ka struktura e Partisë Demokratike. Askush në kryesinë e Partisë Demokratike nuk ju bën përshtypje që pas 34 vjetëve përballë Sali Berishës nuk ka një kandidat rival. Askujt nuk ju bën, vetëm në Korenë e Veriut mund ndodhi kjo gjë, ku kandidati për kryetar të Partisë Demokratike duhet të japi verdiktin ose duhet ta konsiderojmë ne me po ose jo, pra ta konfirmojmë me po ose jo në postin e kryetarit. Kjo është e papranueshme, kjo nuk ka logjik në thelb në një parti ku është pjesë e pluralizmit politik. Në thelb tjetri, brenda Partisë Demokratike nuk duhet konsideruar si armik, por si kundërshtar. Dhe kur e konsideron si kundërshtar ti e pranon se në thelb ashtu është shoqëria, me gjithë pigmentin e saj dhe dallimet që ka ajo. Në qoftë se një individ, një strukturë, një grup, një forcë politike nuk i pranon këto dallime, këto kolore që ka shoqëria, atëherë është e kohë të flitet për demokraci, sistem meritokratik dhe hierarki vlerash. Ajo për t'ju rithyer dhe herë pyetjes tënde është, mua nuk më interesojnë emrat që kandidojnë përballë Sali Berishës. Mu më intereson procesi, unë jam për te emrave, i ka përcej emrat. Sigurisht ndonjëri prej tyre mund të jetë interesant, mund të ketë peshë brenda Partisë Demokratike, por kjo nuk më mjafton mua. Mu mjafton mënyrën se si e trajtojnë këto procesin për rizgjedhjen e kandidatit të Partisë Demokratike. Dhe në qoftë se shef argumentin e gjithë demokratëve, e gjithë simpatizantëve, por edhe strukturave, por edhe niveleve të larta të Partisë Demokratike, leadershipit saj, ne vërejmë sepse retorika tyre është të përmbledhur, është njëtuar në faktin që Sali Berisha duhet të ketë përballë një kandidat dinitos. Pra, emrat që kanë shprehur dëshirën për të përballë me Sali Berishën nuk janë emra dinitos. Por unë ju them atyre, ju hapni garën, krijoni procesin e rregullt, plotësoni standardet, dhe pa diskutim që do keni edhe rival dinitos në të. Jepni kohë kandidatëve të ushtrojnë dhe të komunikojnë platformat e tyre, vizionet e tyre, takohen në bazë, takohen me kryesit me strukturat e tjera të Partisë Demokratike në përrethe, të flasin media për platformat e tyre, komunikojnë vizionet e tyre dhe pa diskutim let përballet. Dhe unë jam i bindur se edhe në këtë lloj përballje të madhe, emri Sali Berishës ka një gravitet shumë të madh brenda Partisë Demokratike. Por perspektiva e nesërmja ju bllokon dyert sharlatanëve dhe njerëzve që e kanë ndërthurur dhe e konsiderojnë Partinë Demokratike si plaç për ta grabitur, për ta mjelur dhe ndonjëherë edhe si bunker për të mbrojtur interesat e tyre. Ata njerëz marrin fund
në këtë lloj vizioni dhe në këtë qasje, në qoftë se Partia Demokratike do të rreshtohet në këtë llogore, pra në interesin e qytetarëve, simpatizantëve të Partisë Demokratike. Ata kërkojnë një parti e cila është e bunkerizuar, nuk komunikon me shoqërinë, është një parti e cila duhet të ketë pamjen në thelb të atyre njerëzve të cilët nuk janë as votuar. Njerëzit që nuk janë votuar, njerëzit tillë marrin dhe flasin për fatet që kanë simpatizantët e Partisë Demokratike që 13 vite janë në opozitë dhe po e ndjekin Partinë Demokratike dhe do ta ndjekin ndoshta edhe në protestën e mëpasme në përballë Edi Ramës, sepse besojnë tek vlerat që ka Partia Demokratike, por leadershipi i trajton këto vlera sepse leadershipi mjaftohet me interesin e tyre. Imagjinoni njerëz që nuk janë votuar nga antarësia e Partisë Demokratike, nga qytetarët e Partisë Demokratike, flasin për fatet e demokratëve. Ka gjë më skandaloze se kjo? Dhe jo vetëm këto, por arrin ta fusin partinë bunker, sepse në bunker mund të jetojnë dhe mund të përballen dhe mund të shtyjnë kështu si parazit jetën e tyre politike. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe, jo vetëm për Partinë Demokratike, por është fatkeqësia e madhe për gjithë shoqërinë në përgjithësi, sepse Partia Demokratike është garante ose siguresa që mban vlerat, mban pluralizmin politik, mban atë sa mban demokracinë në këtë vend. Dhe është e vetmja siguresë që ka mbetur përballë autokracisë së Edi Ramës. Të gjitha pushtetet e rivale në thelb janë përkulur përballë kësaj autokracie. Dhe ka ngelur kjo Parti Demokratike për shkak simpatizantëve, për shkak të fuqisë që ka, për shkak të historikut dhe pa diskutim edhe perspektivës që shfaq në raste të caktuara, se vizioni i saj ka qenë vizion pro zhvillimit, ka qenë vizion pro Europës, ka qenë vizion pro standardeve, pro shtetit ligjor, që në thelb po e humbet gradualisht, sepse Partia Demokratike ka humbur dhe kontrastin. Nuk ka kontrast më, një forcë opozitare që nuk dallon nga mazhoranca socialiste, nuk flitet më për parti politike. Në qoftë se ju do të hidhni syrin për të akuzuar luksin e mazhorancës socialiste, në qoftë se kthen syrin nga Partia Demokratike, ti do shohësh një të luks. Në qoftë se do flasish për kapërdisjen e mazhorancës socialiste, kur kthen syrin nga Partia Demokratike, do shohësh të njëjtën kapërdisje. Në qoftë se do flasish për arrogancën e pushtetit, kur kthen syt nga opozita do shohësh të njëjtën arrogancë. Atëherë pyetja që shtojnë qytetarët është ku është dallimi? E kuptoni ju se ku dallohet opozita? Opozita dallohet vetëm kur dalin njerëzit në shesh, kur dalin qytetarët në shesh, kur protestojnë dhe kur i bashkohen thirrjes së leadershipit të Partisë Demokratike. Aty e shikon kontrastin. Shqiptar të lodhur, shqiptar të papunë, shqiptar të stresuar, shqiptar që me zor shtyn muajin, shqiptarët të cilët jetojnë në shtëpia me qira dhe pretendojnë dhe thonë Zoti e boft mrekulli edhe të ndodhi rotacioni politik. Por ata harrojnë që kjo klasë politike, ky leadership politik që ka Partia Demokratike nuk ka interes që rotacioni politik të ndodhë. Dhe kjo është kataklizma e madhe morale që ka ndodhur në Partinë Demokratike, ku leadershipi i saj nuk e njeh realitetin politik që kanë simpatizantët e Partisë Demokratike. Madje akoma më keq, refuzon ta njohë realitetin politik që kanë simpatizantët e Partisë Demokratike, që kanë mbështetësit e Partisë Demokratike, që kanë fundit në përgjithësi qytetarë shqiptar. Një pamje që refuzohet nga ky leadership. Ku është dallimi mes mazhorancës dhe deputetëve të Partisë Demokratike? Ma thot kush, ku është dallimi? Deputetët e Partisë Demokratike jetojnë në luks, jetojnë në vila Bregdet, jetojnë me biznese, madje edhe njerëzit e tyre, nëse një media që ka dignitet, merr listën familjare të deputetëve të Partisë Demokratike. Do të çoroditet, do të tronditet. Të gjithë familjarët e tyre janë punësuar në shtet, madje janë poste drejtuese në shtet. Mor kanë vllan, mor kanë gruan, mor kanë motrat, mor kanë djemtë e xhaxhallarëve, djemtë e tezës, vajzat e tezës, të gjitha i kanë punë në shtet. Po ku janë këta në opozitë? Ç'lidhje kanë këta me opozitarizmin? Kjo është të t'i vesh dankën opozitarizmit, t'i vesh dankën revoltës qytetare. Dhe pa diskutim mazhoranca socialiste e din, është e vetëdijshme për këtë gjë. Por teatri politik tashmë nuk është më teatr. Të gjithë e kanë kuptuar këtë skem makabre që bëhet mbi kurrizin e simpatizantëve të Partisë Demokratike. Pra kanë kuptuar, por qytetarët shqiptar kanë ngecur në kurth, sepse nuk kanë ku hedhin sy. Perspektiva e tyre është të mbyllur,
Prandaj ata ikin çdo ditë dhe tentojnë të ikin dhe të rretisen nga ky vend, sepse nuk shohin shpresë, nuk ka sinqeritet, ka vetëm interesa meskine të një grupi, të një kaste politike që në thelb është shumë e vështirë për të dalluar se ku fillon mazhoranca dhe ku mbaron opozita. Duket pothuajse një nyje që lidhet dhe zgjidhet vetëm sipas interesave të tyre, as pak duke menduar interesat e qytetarëve. Dhe kjo është kataklizma më e madhe morale që ka përmbledhur dhe përmbledh opozitën në këto 13 vite. Do të flas edhe pak për çfarë po ndodh brenda Partisë Socialiste, ku pam Elisa Spiropalin, e cila doli në një reagim publik, le të themi, kundër Edi Ramës dhe ngriti shqetësimin lidhur me mënyrën si po drejtohet Partia Socialiste dhe si po qeveriset vendi nga kryeministri Rama. Si shikoni këtë lëvizje të Elisa Spiropalit? Është një lëvizje që ja vlen për të mbështetur dhe sinqert, apo është një lëvizje taktike, siç kemi mësuar ne shpeshherë këto, po themi, vite të qeverisjes së Rama, për të marrë vëmendje nga shqiptarët për të thënë që brenda Partisë Socialiste ka demokraci dhe nuk është çdo gjë siç thotë kryetari? Unë mendoj që Elisa Spiropali pa diskutim nuk është pjesë e një skenari të tillë, është një grua e mërzitur, një grua e cila jo vetëm e mërzitur, por është edhe një grua e konsideruar një lloj vegle e burrave të fortë të këtij vendi. Modeli i suksesit të Elisa Spiropalit, pra modeli që e ngjiti në karrierë Elisa Spiropalin, do të ishte po i njëjti model që do ta rrëzonte Elisa Spiropali. Në gjithë karrierën e saj politike, Elisa Spiropali është spikatur për servilizmin rural, servilizmin as pak fin ndaj liderit të mazhorancës socialiste. Nuk është një model politik i cili mund të frymëzojë një shtresë caktuar qytetarësh apo dhe të rinj, për i vërtetës duke e marrë si sukses. Një vajzë e shkolluar në Kanada dhe në Amerikë përfundoi si një magnitudë e burrave të fortë të këtij vendi. Dhe burrat e fortë të këtij vendi u bën aq bajat duke i u imponuar kryeministrit Edi Rama për ta quar në postin e ministrës së infrastrukturës. Dështimi për të kapur këtë post, pa diskutim duke përdorur si enturazh force ose si një imanencë gri, burrat fort këtij vendi, e trimëroi Elisa Spiropalin duke i dalë kundra edhe personit i cili për hir të vërtetës i dha karrierë, i dha dignitet, i dha pasuri, i dha luks, i dha arrogancë, i dha qasin në qytet. Kush do të ishte Elisa Spiropali pa besimin e Edi Ramës? Dhe çfarë modeli bëri ndryshe Elisa Spiropali, ndryshe nga çka bërë Sajmir Tahiri, Erën Velia, i tjetri, gjithë grupi i të rinjve që ju afruan Partisë Socialiste dhe për hir të vërtetës u ngjitën karrierë njëri pas tjetrit nga Edi Rama. Asnjë model, as model suksesi, as model sakrifice, përveç se model servilosje rurale, shumë e trash, as pak fine ndaj liderit të mazhorancës socialiste. Prandaj them që të merresh me Elisa Spiropalin në kuptimin për ta trajtuar si faktor politik do të ishte vetvrasje. Është një analizë që imponohet nga çarqet caktuara mediatike që këta burrat fortë që e kanë investuar fuqinë e tyre, paranë e tyre, njohjet e tyre, lidhjet e tyre, mbështetjen që i ka dhënë mazhorancës socialiste për ta lartësuar Elisa Spiropalin. Madje edhe për ta trimëruar Elisa Spiropalin. Dhe kushdo që e bën pjesë debatit nëpër studio televizive, mos harro, Gurian, janë thjesht njerëz që duan ta rihedhin edhe një herë podium Elisa Spiropalin, ta bëjnë të dallueshme, sepse në thelbin e saj ajo nuk ka për çfarë flet. Skënderbeu është ai Skënderbeu që e ngriti dhe pa diskutim do ishte ai Skënderbeu që do ta ulte. Kjo është sepse Skënderbeu ka edhe gurin edhe arr. Elisa Spiropali deri tani është godit me arr. Pa diskutim do goditet edhe me gur, sepse karriera e saj politike ka marrë fund që kur investitorët e saj, njerëz dikur pjesë e krimit, të paktën referuar mediave,
janë munduar të investohen në karrierën e saj politike, për ta konsideruar si kolateral në biznesin e madh të Edi Ramës. Asgjë më shumë dhe asgjë më pak ka historia e Elisas Pirpalit në PS.